Thoja është në fakt kriza institucionale, si që duam të quajmë, në fakt ka një themel kushtetues. Pretendimi kushtetues i krizës për faktin që qeveria duhet kishte dhënë dorëheqjen përpara se të konstituohet kuvendi, në mënyrë të tillë që njerëzit të mos kenë dy statuset, mos kenë dy pozita, të ndahet, le të themi, sistemi ekzekutiv nga sistemi legjislativ dhe e me radhë, e gjitha kjo në një farë mënyre bën sens brenda ligjit të ri të zgjedhjeve, ligjit për partitë politike me radhë që ata kanë miratuar. E thënë ndryshe, pretendimet e palëve janë logjike brenda kornizës juridike, por janë absolutisht, le themi, jo konstruktive në synimin për të zgjidhur, le themi, problemin. Çfarë do thotë? Do thotë që seancën e parë të konstituimit të kuvendit e hodhin e erë opozita. Seancën e dytë e hodhin e erë pozita. Analistët thonë që qeveria është e interesuar në këtë mes ta çojë vendin në zgjedhje. Kjo në fakt është thënë qysh në momentin e parë, kur zoti Kurti vërejti se shumë prej asaj që ishte, le themi, edhe serbatori votave të vetëvendosjes, diaspora nuk u përfshia gjërësisht në zgjedhje. Në të njëjtën kohë ne patëm, le themi, një lloj realiteti ku tekstualisht vetëvendosja ka humbur një sasi të caktuar votash, aq sa, le themi, nuk e ka sot fuqinë që e vetme të formojë qeverinë.